Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes për gjithë që jeni duke na ndjekur prej orës 7 të mëngjesit në koha për të zgjuar dhe në këtë moment do të mirëpresim të gjitha telefonatat në numrin që ju e keni në ekran, por edhe që tashmë jeni mësuar sepse koha për të zgjuar është çdo ditë nga hëna të shtunë me kolegun Klevin Muka dhe të dielën me kolegun Renaldo Saliani. Të dy të angazhuar sot në fakt me protestën që do të mbahet pas dite, kështu që unë jam përkohësisht për ditën e sotme në këtë program. Ora shënon 7:31 minuta. Mirëpresim telefonatën e parë në studio. Telefonata, mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjesi, përshëndetje nderuar. Po, përshëndetje. Dirama fillimisht filloi me tepsin, nuk e ditë kujtohet apo ajo duhet tepsin tha. Mori tepsin edhe çvati popullin shqiptar e nuk i la gjë pa i marrë. Në të gjitha sektorët ku jasme filloj me bashkëqeverisje, e filloj si shërbëtor, nuk la gjë pa vjedhur. Duke filluar nga nafta, duke filluar te Ministria e Bujqësisë, te call centrat e të gjitha. Pastaj filloj me timonin. Nuk la aks rrugor pa prishur. Një rrugë me 4 korsi nuk ka bërë. Edhe ajo që po bëhet, që quhet korridori 8, edhe ajo është programuar që në kohën para vitit 90. Të gjitha rrugët që ka bërë me 2 kalimshe, vajt e ardhi. As një rrugë të ndarë, 2 majtas, 2 djathas, nuk ka bërë Edi Rama. Një mashtrus ordiner, nuk e di, po s'ka faja i fajna ka populli. Që është armatosur dhe kufizohet me shqiptarë se si mi të zotë neve. Arriti puna u tha Kazan mediave, Kazan të gjithve, duke i mashtruar, duke i bërë, edhe duke arritur... Kemi pak probleme me zotërinë se ndoshta nuk dëgjohet si duhet në transmetim. Po, zotëri, po? Edhe pastaj filloi me Kazanët me mediat, Kazanët, duke begeti miliona euro, kompania amerikane miliona euro që duhet kthyer mrapa. Dje doli me Air Albania 35 milion euro. Tani ka filluar me të nxjerret. Me të nxjerret tani do filloj të gryhet të nxjerret uaj dhe kockat shqiptarve. Ky është Edi Rama, apo unë them që s'ka faj Edi Rama, fajin e ka populli që arrin, kuptojnë që e poshtëron këtë popull kaq shumë edhe populli e do të ketë dhe e mba. Kaq kisha nderuar. Faleminderit zotëri për telefonatën tuaj. Vjojmë të tjera telefonata në studio, në transmetim të drejtë për drejtë në koha për të zgjuar. Telefonata për shëndetje, mirë se vjen. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Po, mirëmëngjesi. Unë do të thoj këtij telefonuesit. Ora dakord se Edi Rama ka 500 gabime. Po ara më pak nuk ka vrarë njeri i thonë atij kështu. Për Saliu e zotëri, ja ka filluar me vrasje qish me 19. Me 2 prill, kam qenë aty prezent në Shkodër. Për fajt e Saliu të vra, me bile me dorën e Saliut. Aty ishte Izafin Topalli, ishte Alis Pahia me shok, edhe Pjetar Abzori. Kam qenë aty në prezent, kam qenë punë aty. Prandaj që ky e ka filluar me vrasje, Saliu, edhe do të vdes me vrasje, sepse ai nuk rrin pa gjak. E ka në gen gjakun ai. Po s'pa gjak ai mara. Prandaj që ai ka gjithë për gjak dhe do të shkojë të vdesin me gjak. Ky njeri është mbi njerëzor, nuk është njeri ky më, jo, nuk është njeri ky. Se tjetë njeri ky i ka falje popullit për 97-ën, për 96-ën, për 98-ën, për Gëdesin, për Insjenarin, për Mtrepojt, për Remzi Hoxhën, ka po kërdin këj njeri, aty si ka gjakun këj, ka dhe në gjumë, këj Sali Berisha. Këj s'ka zonë njeri, pa sha, pa fy, pa ofendu, dhe ka shku dhere të dhere ke motrat. E keni gjuhë ju të në basë e i ka thonë, aje motra jota është prin një disë parlamentit. Vetëm kujdes lotën e Felorin, po. Ky është Sali Berisha. Ky është me modeli që ka qeverisë Sali Berisha dhe modeli këtij njeriu. Ky është vetëm që zgjan pushtet, sa zgjidhojmë pushtet tani. Pa e çun burg këto edhe pas vdekjes, këta zgjidhojmë rahat. Se ky ka bën 99 nizeza shqiptarëve. Hajde ju pafshim. Të përshëndes zotëri.
Vjojmë me një tjetër telefonat në studio, jemi në transmitim të drejt për drejt, numërin e telefonit e keni në ekran, mund të telefononi në çdo moment dhe mund të bëjni pjesë e programit. Telefonata përshëndetje, mirë se vjen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje zotëri. Lutem me fal pak se unë nuk u mor asnjëherë. Aha. Nuk u mor asnjëherë dhe dua të flas një çik. Po, mund të flasësh. Sot është data apo më vjen ma gjë. Sot është data 22 mars. Po. Po, dhe unë duhet të them diçka, se data 22 mars e vitit 92 qoftë e mallkuar për popullin shqiptar. Sepse pat një program, pat një program vetëm për të prish, çatru çdo gjë që ishte ndërtuar për popullin shqiptar për 20 e sa vjet. Arriti hapi piramidat dhe sa filloi të kam populli duke fëmijët tonë duke punuar jashtë shtetit. Arriti që 93-shin hapi piramidat. Etnika 1 se do japim 3. Edhe përfundimisht nuk lanë gjanë pa shit populli e fëmijët tonë. Arritin me shtëpia me lloj gjanash. Je bërë pjesë të zotërie e piramidave? Po, pa tjetër, 93 që ka humbje punë. Cilat kanë qenë humbjet tuaja në këtë sistem? Edhe si përfundim ato dërzuan shkreti, shitën shtëpia, shitën pasuri, fëmijë që patën punu jashtë shtetit, prunë pare, edhe këto i shparosën sepse këto pare u shoqëroshin me policinë e shtetit. E para, lutem shumë se s'kom fol asnjëherë, dhe e kam çik presion këtu ku fol. Arriti që kom qenë dëshmitari kësaj pune. Fole gjoja për zgjedhjet e lira, ka qenë data 26 maj e vitit 96. Kom marrë pjesë në një miting në Burret, ke Pallati Sportit. Kur aty merrte pjesë një figurë jashtëzakonisht me kulturë, Servet Llumi. Gjoja për zgjedhjet e lira, fole gjoja me edhe sot. Ati u futën dë banda të 26 majt, filluan e shkatruan të ven aty duke gjujt me lloj dronash në ne. E morëm Servetin, e futëm makinë, styrën edhe makinën, po kjo u bën shkallë të gjithë Republikën. Si përfundim, fitoj, doja kush ishte në atë kohë, edhe doli president, ai që ishte president 96-ën, edhe duke di se presidenti është komandanti i forcët armatose të ushtrisë, përgatiti mercenar, përgatiti njerëz nga Marsia për të shkuar me luftuar Vlorë. Ku nuk ishte as diçka, kush ishte një armik në Vlorë, po ishte veçiton. Kjo është fakt. Arriti hapi Gërdecin. Ku një moment për shmontim, duhet një vend i posaçëm për të shmontuar, duhet njerëz posaçëm për të merren me shmontim, po që e gra kalamaj, me qekis, me shqipar, për babo Gadi, Fatir Mediu, që thot Fatir Mediu, ministri mbrojtjes. Gjoja sikur, unë nuk di qanë, ku ishte ministri mbrojtjes. A i kishtë hapi shite, me shku me bje vila, ta një në Amerikë. Me ato elet e që janë ato, i di fort bi poplit të gjana. Kur e kishtë do të dhja, nuk kishtë gjallin e vetë, e bashanukun e vetë. Sa tjera që në bërë këti popli. E qartë, zotëri, faleminderit shumë për mesazhin tuaj. Në këtë transmetim të drejt për drejt, ju përshëndes nga studio, mirëpresim i të telefonat, do të ecim pak më shpejt që të kemi më shumë telefonata, është e diel, të japim më shumë akses njëri tjetrit për të bërë pjesë e programit. Telefonata, përshëndetje, mirë se vjen. Mëngjes. Mirëmëngjesi, po. Par zotën ndërprerje lidhjet me spitalin 5 nëse nga çmenën të sa shumë pas nga këta komunista, më shisi i ka ardhur fundi shi sa shumë ngrezin zënin. Atëherë programi është për të gjithë dhe në telefon mund të marrë kushdo dhe mund të referojë çfarë do lloj problematike apo mendimi që ka. Prandaj ky program është i lirë për të thënë çfarë do lloj mendimi. Kështu që ne do flasim bashkë për mendimin tuaj, jo për mendimin e të tjerëve. Verbuar, nëse janë shurdhu, smajnë vesh gjithë korrupsion që bëhet për menin vitet 90 që ngatron këta, dhe kanë lujt mençma për zotën. Më thuaj zotërim, mendimin tuaj, komentin tuaj?
Po mendimi është bajthile gjithë popullit dalin sheshet për myrë këtë qeverit korruptuar, mo që ne na piu gjakun. Ky është mendimi im. E qartë. Direkt këta çmenët, këta komunistat që na lutin mend për hiç më që më dha. Mirë pash. Të përshëndes shumë. Në këtë karrige në fakt unë jam për të dëgjuar çfarë do lloj telefonate që bëhet pjesë e programit dhe unë i ftoj të gjithë të bëhen pjesë e emisionit. Telefonata mirëmëngjes, regjia më komunikon që kemi një tjetër telefonat në linjë. Përshëndetje, mirë se vjen. Po, mirëmëngjesi. Po gjoj këto dhe unë takën e vetë vjen për djela dhe vjen keqe, po është një gjënëm serioze për Shqipërinë që ka mbet akoma vemi të tjera, fatkeqësime. Po s'du në sura s'drita, po s'të ishe një këndëverozhe, po erdhe e prishe, do të në fëtërisht, po qatë prishe, po qatë prishe. Të vjetit edhe 6 ditë puk ishe, doli kryeministri atërë shumë i paristaristë në atë njëshe, sa shqiptarë sa deklarim, sa më vjen keq për ju, sa edhe 6 ditë puk kemi. Po s'tima akoma ka këto njërës të tjilë, fatkeqësime, për lanë që pritë mrava, po këtë është duke të kjo dhe rastë, po gjithmen shumë e randë, është shqetuse, shumë shqetuse për Shqipërinë. Po gjithë të si se këto votojnë, dhe është problem. Ka drejt avat e dirama me tonë. Po do s'du në sura s'drita, që është qanë të njërë, po që fatkeqësie, ku jetojnë këtu, në anësin njërë. Pa i tjetëri thoshe ka vra, po ka vra shpes me shqiptarë në kjo që sotme, ka një gjithë qunat të ri, grotët e rera që prija, po vdesim plejt një nga një shpi, po ka vra të më të madhe vdesi e vetë Shqipëri, i braktisë në shqiptarët, kjo është fatkeqësime. Ka vra të më të mëdhe brazës i kom, të qofë se në 4 milion të popullosh 1.500.000 banorë. Ke shumë të drejtë. Të përshëndes. Faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Vjoj më tej me një tjetër telefonat. Telefonata përshëndetje, mirë se vjen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Të uroj gëzuar Sultan Novruzën, ty dhe gjithë besimtarëve në këtë qenë. Faleminderit zotëri, gëzuar për gjithë ata që e festojnë këtë festë. Sot është po Sultan Novruzi. Përsa i përket 22 marsit të PD-s, mallkuar qoftë ajo ditë, është 35 vjet një demokraci e rreme. Një demokraci e mbajtur peng. Ne shikojmë Europën, shikojmë edhe Kosovën, edhe Maqedoninë e Veriut. Me çfarë hapash dhe si funksionon shteti aty dhe si funksionon këtu. Dje dëgjuam të nderuarin Bari që kishte tufën e deleve, që dha urdhër të prerë në qoftë se një kryebashkiak aktual nuk firmos 10 kontrata për paketën e maleve për grupet kriminale që të shkojnë kokët burgut nesër pas nesër, nuk do rikandidoj. Njëkohësisht në shkelje të kushtetutës do mbyllet radio televizioni publik shqiptar. Zoti kryeministër, historia e Shqipërisë nuk ka filluar me ty. Ajo është truri, është memoria e një kombi të tërë. Nuk ke të drejtë ti të shkelësh kushtetutën. Je peng i grupeve kriminale. Peng i grupeve kriminale. Peng i grupeve kriminale. Mori pa ftyrë, mori pa burr. Po s'ke faj ti, fajnë ka populli që po si u erdi zjarrit e shtëpia ti nuk bashkohet për te të majtës e të djatës. Mor palo burr, që si e burr, duroj gjithë mjetë. Të përshëndes zotëri, faleminderit për telefonatën, ndalemi më tej në një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Telefonata, mirëmëngjes. Presim vetëm pak qaste, derisa telefonata tjetë në linjë. Po, mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjesi. Po, zotëri. Urime dhe emisionit. Faleminderit. Do të them 2 lafe. Po. Po. Mos më mbyll telefonin se nuk do sa njeri. Nuk e mbyllëm telefonin, vetëm lutem. Dihet të më tek ajo mbledhja Asamblesë së Ramës. Edhe ata që kishte në salë ai, domethënë, që ishin mbledhur atje, që ishin. Kur mbante ai fjalimin, i vinja disa shumë figurave, shumë grave atje, domethënë që qeshnin si në buzë, tani.
I ka falso ai që flet ato, po nuk u pëlqen atyre. I shikon këto gjëra, ai kur se nuk më pëlqen kështu se më duket sikur janë sikur janë falso. Si mendon të zotëri që nuk është e drejtë të qeshësh? Jo të qeshësh, po ishin ironike mu duk mu ato kodra që ishin brenda, shikoni njëri tjetrin atje. Ja veri e zonjë, në qofë se jep ato fragmentet, në qofë se e shu. Po si mendon ti, me kë e kishin ato të qeshurën? Urdo? Me kë e kishin ato të qeshurën? Kur fliste Rama, që fliste për paketën do bëjmë kësherë, do dhenë për pensionistat, për këshu foli, edhe më duke si kur në mletësim disa kodra edhe atje, shikoni një i tjetrin. Veri edhe se unë nuk po shpif zonje. Këshu, do dhenë edhe, të po them, që është puna do dhenë, i ka seriosisht e i këto që i thot për popullin e shket, se pensionistat po thoshte do shikojen, pensionistat a i lanë mes rrugës. Pensionistat i lanë mes rrugës. Sa po e marin, sa s'po e marin atë gjoja shtesë. Ndaja, nuk më pëlqen fare këto dhe pra paket në maleve. Paket në maleve është, jo të marin oligarkët ato, po të marin a i që ka pronën e tia. Ka mu pronë e babaj, pse mos ta marrë, e ka me tapije, me dreqe, me eshe pazene, pse mos ta marrë unë atë, po të vej një oligark të marin pronën time, që e ka blet gjyshi me flori. E drejtë, zotërim. Këto të shikojnë, Rama, mos të flasin falso atje, do më dhenë, nuk kontrollohet shteti fare, zonjë. Nuk kontrollohet shteti fare, as tapime, as sakehue, as shmime, as drejt. E qartë, janë falsa për këtë popullin e shket. Shumë faleminderit jam gjove, zonjë. Faleminderit juve për telefonatën tuaj. Eci mëtej, ndalemi në një tjetër telefonat. Kemi në fakt edhe 2 minuta kohë nga ky moment deri në mbylljet e hapësirës së parë të telefonatave tuaja. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Kam erë me Partinë Socialiste, ki parafolsi. Po ka parti më të organizuar, më të organizuar se sa Partia Socialiste e Shqipëri? Më të çfarë? Krahason Partinë Socialiste me Partinë e Saliut, që i përjashton ata që i kundërshtojnë. Nuk i vetë kandidon Saljanin edhe atë Kokolarit. Tani u thot, deri dje rinte në një podium me Kokolarit. Sot i thot si janë të e Partisë Demokratike. Pa i si vjen turpëve. Kërkojnë për të erësojnë çdo gjë. Si erësohet në kjo? Vin 11 milion turistë në Shqipëri çdo vit. 11 milion turistë, se budallë ata që vinë për të pa Shqipërinë, për të kalu ditë të pushimeve në Shqipëri. Po qa mos kërkoni ata të bëjnë të erësoni çdo gjë. Kërkojnë të erësoni çdo gjë, kujdes se shoh populli, pastaj del tjetër thot populli thotë budall. Si që ka budall populli atë? Çfarë koncept është kanë këta? I duke që ka një menë që më ky, që flet, që foli pak për para aty, ta populli o budall, ta ka fajt popull. Si që ka populli budallare, e që këti i mençur. Hajde, mendja me këta mende ju në opozit, shumë e kini bide në opozit, ju du të qeroni këtë nga Shqipëria. Qeroni para, se dini këtë vend, dini shani në përbot Shqipërin ju. Dini nuk platë fjallë pa thonë, nuk platë gjë pa thonë për shpifje çdo gjë për Shqipërin. E na dalin si ja detar këta. Ju s'kini luftu asni plumë s'kini bë për Shqipërin ju. Edhe me bavistat, edhe shajnë komunistat ta. Ju hashti pula kur bërshte kur luftonin komunistat edhe. Hashti pula tjekme. Apo nuk do të bëni historinë ju tani. Përshëndetje. Faleminderit zotëri, ora është 7:50 minuta, do të shkojmë në publicitet në këtë moment, rikthehemi sërish pas pak, kemi 2 hapësira të tjera me telefonatat tuaja. Në transmetim të drejt për drejt, mirëmëngjes për gjithë ju që keni mbërritur në ekranin e News 24, ora shënon 8:06 minuta dhe ne vijojmë me telefonatat tuaja në studio. Mirpresim tani një tjetër telefonat, numrin e keni në ekran, mund telefononi në çdo moment. Telefonata mirëmëngjes, mirë se vjen. Alo, mirëmëngjes, vajzë dashur. Mirëmëngjesi. Qazimi jam unë nga Përmeti. Po Qazim. Më vjen çuditi vajzë dashur, një person që foli dyti nga Kavaja, është një spion komunist nga
nga Partia Socialiste dhe ai sa herë flet thot Saliu more Saliu thot. Ore Saliu ka 14 vjet që nuk është në pushtet më e ti, o spioni e Edi Ramës. Po identifikohet si identifikohet mund. Unë i bëj apel ati. Qazim, kam vetëm një kërkesë. Mos të ofendojmë dhe fyem njëri tjetrin dhe mos të etiketojmë. Po nuk po e fyem e vajzë. Nuk po e fyem, unë po i them. A i thot Saliu, vetë sa herë flet a i, Saliu thot. Po ne kemi 14 vjetë që nuk kemi Saliun. Kemi këtë të gjapin, këtë drogmenin, Edvinin, që kërë po largon shqiptarët, po varfron shqiptarët, po paparazon shqiptarët. Dëgjuam para një jave një lajm shumë të çuditshëm. Erdhi ambasadori i Amerikës Greqisë të takojë Edi Ramën, sepse në Bilisht është gjetur një mineral i rrallë, shumë i shtrenjtë dhe kërkon ta marrë Amerika, edhe jep $1 miliard, imagjino çfarë pasuri të pa imagjinuar ka vendion, o vazhë dashur. Patos Marinza nxjerr 20.000 fuqi në ditë. Turizmi 12 milion turista. Ku vetë gjithë kjo para më vazhë dashur. Pensionistëve që ofriti pensionin 2.5%. Folën sa komunista këtu, çfarë duan e protestat, jo kështu. Gjermania, Anglia, e kërë dy ore në Gjermani nuk vidhet si këtu. Nuk vidhet. Prandaj o popull duhet të zgjedhin në pushtet biznesmen, njerëz të pasur, si Agron Sheu, e të tjerë, jo varfanjakër, jo njerëz që vjenë gjepat e popullit, që varfrojnë popullin, që largojnë popullin. Unë kam punuar 20 vjetë në për Shqipëri dhe marrën 190.000 lekë vjetra. Nuk dhe do t'i lacën, 150.000 lekë i lacën e marrën. Pa kjo është Shqipëria, ky po largon shqiptarët. Në përmetin tim, thonë se nuk ka djemë se martohen vajzat. Gjithë Shqipëria ka rikur. Ka rikur djemë nga gjithë Shqipëria. Veri jug, njënje përëndim. Faleminderit. Nuk e mora do të një përgjigje. Nuk e mora do të një përgjigje. Mirë, në rregull, ndoshta një ditë tjetër do ta trajtojmë këtë temë. Presim një tjetër telefonat në studio, regjia më konfirmon, kemi një tjetër telefonat, mirëmëngjesi, mirë se vini në studio. Përshëndetje. Po, mirëmëngjesi, më në fund një zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Doja një pyetje, këtu duket si pyetje retorike. Kaq trash që kemi ne shqiptarët, para hala bomba e parë në Iran, u ngrit çmimi i naftës. Ke ne të parët. Ne jemi gjithmonë të parët, për çdo gjë. Po, ne jemi kështjell e pamposhtur buzë Adriatikut. Tani doja të thoshta diçka për atë që foli para publicitetit. Tha, Partia Socialiste është shumë e organizuar. Po e organizuar është ajo, sa ajo është bërthame e Partisë Punës. Edhe këto tjera pjesë Partisë Punës janë, po ajo është qendra. Është e organizuar, prandaj ajo i organizon gjërat. Ajo vjet me letrat kopsitura. Ke pano një hyt burti me gjithë këto vjedhje që janë bërë. Pas kemi fitu lekne nga turizmi, nga nafta, nga këto mineralet, po në pensionin 100-150.000 lekë kemi. Edhe kjo ashtoj 6.000 lekë dhe në fund bonusit, ata do marrin në fund vitit 72.000 lekë, do marrin më 100.000 lekë. Mua për vetës nuk më shtu asë një lekë, edhe nuk jam pishman. Po ato ishin lekë të buxhetit shtetit, nuk ishin lekë nga fondi pensioneve. Duhet përfitonin gjithë pensionistët. Tani po them cik për atë parafolsin, prap, sa ballistët, sa nuk kanë luftu, sa kemi luftu me komunistët. Po, me çfarë ndihmove luftën ti më komunist që s'kishe një tas dhall në shtëpi? Ato familjet e pasura ndihmon luftën, edhe i merrte në xhmia Floridja çonte nënës Miladin Popovicit. Ai na thot ballistët s'ka luftu. Këta s'ka luftu, tani ballistët s'ka më, ballistët janë bë proletar, prona s'morën, pare të internim dobimeve burgjeve, i morën si pare lypsisht. Komunistët janë bë hajdut, ne s'kemi më as ballistë as komunistë. Ne jemi rahat. Tani dhe atë pikën e gjakut që i ka ngel ballistëve dhe aty në komunistëve të thjesht që kanë punu me ballistat, në kone në verit, po e pinë këta që kanë qenë qendër prap, vita atyre. Faleminderit. Qartë, faleminderit shumë zonjë për telefonatën tuaj, të uroj një ditë sa më të këndshme në vijim, sot është e diel. E dila është për familjen edhe për kohën e kaluar me ta, kështu që uroj ta kalosh sa më bukur ti dhe të gjithë telefonuesit që bëjnë pjesë e programit. Regjia më konfirmon, kemi një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, mirë se vini.
Mirëmëngjes. Po, zotri? Desha të bëj vetëm 2-3 gjëra. Po. Që kur e kam marrë para 13 vjetësh, vetëm konvertimi që i bëhet, kemi të gjithë dallimet, në Kosovë rritet 22% pensionet. Në Maqedoni po ashtu, po në Greqi, po në të gjithë vendet. Dhe ne rrisim 2.5. Ka shteti i pafuqishëm që i kemi të gjitha të mirat. Një kjo. E dyta. Të kjo rrugët që ranë para komplet. Po të shkosh në rrugën në Prenjas dhe në Librash, 10 km më tutje, nuk pas ka rënë shi as një pikë shi, ndërsa këtu në Shqipëri ra aq shumë sa mori rrugët. Po, pjesa tjetër e ish pronarve. Kemi disa ligje që në asnjë vend të botës nuk fuqizohet ligji i pronarve për të marrë pronat e tyre gjysh të gjyshi, që janë blerë me Napoleon Flori. Ky Lanja 2019 nxori një VKM, e miratoi me deputetit që kishte, dhe thoshte, me vendimet e gjyqit thoshte, nuk lejohet me të marrin pronarët, e ish pronarët, të gjitha pronat e tyre, sepse këto do kalojnë të gjitha në shtet. Po? Pjesa tjetër, desha të thosha që në asnjë vend të botës nuk ekziston ky ligj. Nuk ndërpritet prona që kanë pronarët e ish pronarët që marrin. Po marrin pjesën tjetër. Nxori një vendim para një 3-4 vjetësh që thoshte, kombesimi thoshte të gjithë pronarëve do ju bëhet në jo me vlerë monetare, por u caktuan disa rrete që të shkon në, do të thënë të marrin kombesimin dhe të mos jenë taksa paguesit shqiptar që të marrin dhe ajo pronë të kaloj shtetit. Pjesa tjetër, kanë gjetë paketën e maleve. Po? Paketa e maleve, po thuaj, rreth 20 apo 30% kanë pronat e tyre, por nga që në 2019 ky nuk ju njojti me dhe e ka kaluar gjitha në shtet, e do t'ja japi oligarkëve. Unë nuk e di, të paktën edhe ju të medias, duhet që personalisht të bëni disa emisione për dallimin me vende që na rrethojnë, ose vende demokratike. Qartë, mirë. Që shky ligj? Dhe tani, pronën e gjyshve të mi, ose të dikujt këtyre 20 apo 30% pronarve, ja u jep oligarkëve. Tjetrit i kanë gjerë nga arkivat qendrore dhe i mbajnë në xhep. Dhe unë vete mbaj se hirte prona ime. Oligarku i veston. E qartë. Faleminderit shumë zotëri për telefonatën tuaj në studio. Eci më tej me një tjetër telefonat. Faleminderit shumë, të përshëndes nga studio, telefonata e radhës, mirë se vjen në studio. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Kemi një tjetër telefonat në këtë momente. Ndalemi më tej me zërin tuaj në studio. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Të lutem, më dëgjoj vetëm nga telefoni dhe jo nga televizori, sepse zëri interferon. Po, më thuaj. Ja, ndylla. Më thuaj, zotre. Desha të them 2 gjëra shkurt. Po. Kam dëgjuar për punë ati Fatmi Mediut, për punë e Gërdecit. Që bëhet a gjyqi vazhdimisht shu. Edhe thot ato fjale që ka thënë Sali Berisha atëresh, ato thot edhe ai që unë nuk e dinje ku ishte Gërdeci, edhe nuk kam qenë asnjëherë në Gërdec. Po mirë më zotrin, kur s'keni qenë në Gërdec asnjëherë, si e filmosni atë dokumentin që të bësh qarmatimi i armëve atje? Se ky ishte ministër mbrojtje, ai ishte kryeministër që u bë tregdem. Edhe Meraku
është, sepse aju gazetari, aju Kasioti që ka vdekur para një 3-4 vjetësh, aju e përmendi atere që qamatimi do bëshe në Durrës. Po shqyr që nuk u bëjnë në Durrës, sa se do t'ishte bërë sa Hataja atje. Edhe quen atje. Edhe ajo dekja ati ka një farë dëshimi. Tjetër desha të thoshe, edhe përpune këtëre, se quen militantët dhe këta që frasin shumë, ata që mbrojnë Edi Ramën, ata që mbrojnë Sali Berishën. Po, e ka me të drejtë mu aju Seriani, aju pëdeset i Partisë Demokratike, që ata 50 deputetet që ka vënë Sali Berisha në listat e mbylla, ndihmojnë Sali Berishën. Edhe Sali Berisha mban ata. Po nuk fitohet vetëm me ata 50 deputetet, se Edi Rama ka një 80 sa më duket. Po su bë populli me vefte i gjithë populli, aju i largon njerëzit, nuk i afron më sa duket puna. Edhe për mua, valaj nuk dua që të fitoj aju, po nuk fiton Partia Demokratike këshu me këtë kryetar që mbajnë më këmbë ata. Ati ka ikur koha për mendimin tim. Qartë, faleminderit shumë zotëri për telefonatën tuaj në studio, mi presim një tjetër telefonat, do t'jemi me një tjetër qytetar ose qytetare që telefonon dhe bëjt pjesë e programit. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Si e? Faleminderit, unë jam mirë, uroj t'jeni mirë edhe ju, vetëm të lutem ule pak zërin e televizorit, më ndiq vetëm nga telefonat. Po. Më thuaj. Më dëgjon tani? Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj zotëri. Tani zonjë, desha të thosha di lafe vetëm, jo shumë. Afro pak të telefonin se u largove pak? Po. Më thuaj. Më dëgjon tani? Më thuaj. Problemi ishtë se dëgjovan që këtë dje Edi Ramën dhe atë Blendi Kyuqin, deputet në Durrës, këta janë populli shqiptar, thot, janë votues të Partisë Socialiste. Në qoftë se këta janë kaq të bindur, që fitoret i kanë të tiret, duar t'i se me Edi Ramës ose ku do një nga atire, dhe të hapin të bëjnë zgjedhje të parakoshme, se këta i kanë siguruar fitore, të bëjnë zgjedhje të parakoshme, të krijojnë një qeveri teknike, dhe pas qeverisë teknike mos të ketë asnjë deputet nga këta që janë sot në parlament, por të jenë nga partitë dhe të jenë nga të gjitha partitë, vetëm deputet nga këta që janë sot në parlament mos ketë. E qartë, mirë, zotëri, faleminderit shumë për telefonatën tuaj, të përshëndes në studio. Ne vjojmë tej me të tjera telefonata. Telefononi në numrin që është në ekran, ecim pak më shpejt për të marrë më shumë telefonata. Mirëmëngjesi, mirë se vjen dashur. Po ja të po dëgjojmë gjithë njerëzit të ankohen. Ore nuk duhet të ankohemi, ma duhet të dalim të gjithë aty në shesh, të shtrihemi, nuk jetohet më me këto pensione, nuk jetohet më me këto çmime. Shqipti Kosovën 2 herë më të ullët çmimin e naftës, 3 herë më të ullëta çmimet e ushqimeve. Ore këta nuk janë shqiptarë që na udhëheqin, këta janë, nuk e di unë se çfarë janë, po vetëm shqiptarë nuk janë. Njerëz normal nuk janë, nuk shohin ku është Europa, ku është Amerika, ku janë ambasadat, nuk i shohin çmimet, si mund jetoj një pensionist me 100.000 lekë me këto çmime, a shkojnë në supermarkete këto ambasada apo i marrin ushqimin të vendet e tyre. Janë çmimet 2 herë më të shtrenjta se në Gjermani, janë çmimet 2 herë më të shtrenjta se në Itali, janë pensionet 100.000 lekë. A merë vesh bota qaj punohet këti populli. A merë vesh bota qaj punohet këti populli. Përse janë ambasadat këtu. Apo marin edhe ato si duke se s'ka mundësi. Nuk ka mundësi të mos ndihet bota. Zonjë, më të rego pak se si e... Qaj punohet këti populli. Po, nëse më dëgjon. So o popull, dirë dëshesh, se nuk të dëgjon njeri. Mos shpresot e ka një partit, dirë të gjitha partit. Lesër e motra shqiptar, qohuni të gjithë, qohuni se për ju bën këmë në fytë,
Zonjë, më dëgjon? Ka kisha. Po. Do doja të bëja një pyetje nga studio. Për realitetin në cilin ju jetoni, ju merrni pension, me sa po kuptoj? Po, me pension. Më trego pak se si ja del deri në fund të muajit. Nuk ja dal. Ju zgjas dorën fëmijë, ngoj për muaj. Ju zgjas dorën fëmijë, ngoj për muaj. Shturpi batën. Shturpi batën. Gjithë pensionistët kështu janë. Vetëm baballarët e atyre që janë në pushtet, i kanë pensionet e mira. Ta nuk janë shqiptarë. Ta nuk janë, edhe pushtuti mendojnë, kur e pushton një popull nuk e lë pa bukë. Këta nuk mendojnë, këta, a i shifin një tender atë i bëjnë 2 herë më të shpejta se në Gjermani rrugët. Edhe rrugët prishën nga shiu. Ku ka ndodhur kjo? Në qa shteti ndodh kjo dhe populli nuk qohet. Me dekte tona i bëjnë, edhe neve që jemi pensionistë, paguaj 20% të pensionit, e gjejmë atje ku blejmë bukën, ku blejmë ushqimet. Paguajmë të vësha. A i blini do të gjitha gjërat që... Kanë të kishuar administratët, kanë të kishuar drogat e tyre, kanë të kishuar gjithë shka që marri vetë, edhe për populli nuk mendoj. E qartë, mirë, të përshëndet nga studio e dashur, të uroj një ditë sa më të këndshme. Në fakt, shqetësimet që ka qytetarja i kanë në shumica e pensionistëve, ne bëjmë shpesh tema edhe në studio, edhe në trajtimin e tyre dhe jemi të gjithë të ndjeshëm përballë këtij realiteti që i shqetëson të gjithë. Ndoshta do presim telefonatën e fundit për këtë pjesë të dytë të telefonatave tuaja. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Përshëndetje. Të përshëndes po. Unë do të bëj një pyetje për sa deputet ka parlamenti. 140. Ata nuk quhen deputet për mua. Kështu që ai nuk është parlament. Deputet quhen ata që votoj populli. Jo ata që ishin të listat e mbyllura. Unë një deputet pa të kam votuar. Ai ishte të listat e mbyllura për mua është i vdekur. Se kështu bjen kompromisa Saliu me Ramën. Po t'jem burra të bëjnë zgjidhje edhe dalë me listat hapura të tërë. Po të dalë me listat hapura, atëherë është deputetej. Andaj nuk rregullohet tu. Sa të vazhdoj ky ligj me listat e mbyllura, nuk është parlamentej. Për një keqësi. Janë të gjithë korruptuar. Të gjithë janë të korruptuar. Zire në parlament, handa ka të reka pasesu do qefi. Zotëria më dëgjon nga televizori dhe interferohet zëri, kështu që nuk dëgjoj qartë në studio. Përshëndes shumë dhe kjo ishte telefonata e fundit për këtë pjesë të dytë të telefonatave tuaja, pas pak jemi sërish së bashku. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes për gjithë ju që jeni duke na ndjekur prej orës 7 të mëngjesit. Kemi nisur mëngjesin së bashku. Do të vazhdojmë të jemi në fakt deri në orën 12 edhe me programin News 24 fundjavë që nis vetëm pas pak minutash. Vjojmë më tej tani me të tjera telefonata. Jemi në telefonatat e fundit. Ju lutem duhet të ecim pak më shpejt në ritëm që t'u japim mundësi të gjithëve për të telefonuar. Mirëmëngjes, mirë se vini. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ajo që ndjejmë tani them se pam kaq për na vërtetësisht tani për na të fundit jarë për na del shpirti. Shikojmë Nord Korenë fitoj 100%. Dhe një Nord Kore e Tiranës kuqe për zhvillohet në Shqipëri. Tirana e kuqe. Dëgjuam ato konferencën e djeshme. Ore, pse sta mi që i votuan, po për një arsye të thoshin të vetëm një gjë, po kemi realizuar një gjë, nuk ka zunë në goj një shifër, është turp i turpeve të njerëzimit. Ajo që të ndjej tani të trasim për ndjejnë e vërtet të këtyre fakteve. Si mund të kuptojmë ne këtë njëri që i del për Zotë Shqipëri dhe i thot ajo që gruaja Dardane, Ministria e Drejtësisë që thot që foli vërtet, Edi Rama
s'do të kaloj ato që të Beogradit të qoj nga Prishtina. Se është Dadania e para, nuk është ky bastar, nuk ka ki thot nuk do vi këtu, kjo vazhë Dadane i trekoj vëndit, ati kinë bërëshin e bërshejtani se i tha, ti që je me mëm greke dhe babën vlah, dhe ma 2 vlej dhe Niko Perleshin dhe Vajngur Zhdakon, njerëzit në të dashur, tani e kërë vëndit të thana, nuk të ka në sapa jo vajzë, nuk të ka në sap fare, se rona po nuk ronë, vetëm aty do gordës si qenë të kë ndëshkimi i penaliteteve të banumur ta që ki ke bërë Shqipëris dhe po ja bëm. Ti nuk je shqiptar, mos të shkoj mëndja dhe ata bastar kukla mos pandejnë se fitojnë lek u shlek me derbanja shbaj, aqe shjeta. Po ta din mi se do e paguajnë sa s'ka më, nuk them unë se këtë tetri, ky ka farën, se arën nuk e ka të tia, kurse a i s'ka as arën as farën. Prandaj, atë vajzë mos të thotë sët të vijë në mes të Tiranës, se vërtet me këm do nisemi, në gjithan të Shqipërisë, ti marim hakët, po i hodhi shyt, jo që thotë, kush e ti more, ti e një që do t'i japësht, edhe Mitrovicën kish 450 miliard, edhe zonë ekonomike që vajte të kë në kryeministri grek dhe i the do t'a japë. Dhe aje kritikoj, por që i pa fytyri qatë bënë, prandaj o shqiptar, ngrëuni, do të dishin komunizmin, pa frikë fare, janë vani, po është Evropa League, që vërtetësisht na shikon, që na ndëshkojmë kajtë rëndë, por që do me thënë, ky lloj vjedhje korupcioni që mbartë ky njeri kundër shqiptarëve, është turp, vetëm Gjermania, inshallah, i kthem në dësy, se njëri ka kthyer dhe Shqipëria të dalë Shqipëria re, që të rëndizë botën me ato resurse të Zotit që ja ka kthyer nga të gjitha anët. Nga deti që ta zona këtu nuk e ka komoditetin tonë, këta s'kan naftën, s'kan hekur bakë, s'kan kromin, s'kan detin nga mëfitin prusi. Faleminderit shumë zotëri për telefonatën tuaj. Të përshëndes nga studio, presim ndoshta edhe një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Të lutem më ndiq vetëm nga zëri i telefonit. Mirëmëngjesi. Nuk dëgjohet telefonata në studio, tentojmë edhe një herë. Jemi në transmetim të drejt për drejt. Ju lutem kur telefononi në studio, dëgjoni vetëm nga telefoni sepse zëri në ekran interferon dhe vjen me pak sekonda më vonesë dhe kështu nuk kuptohemi. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të uroj suksese për emisionin. Faleminderit. Ashtu, për 36 vite në këtë Shqipëri, vetëm trazira kemi dëgjuar dhe asnjë gjë tjetër. Ky popull me këtë fukarallëk të madh, sa nuk ka ku të shkoj më. Por do të them një gjë më i vajzë. Këtu duhet të dalë një baloz deti që të vërë në din ose një Osman që t'ja u presi kokën të gjithëve këtyre, se populli nuk ka buk të hajë, po llogarisim edhe 100 lekshin zemër, jemi pensionista, po marim ilaçe sa s'ka ku të shkoj më, drita ujë në stratosferë, unë jetoj me një pension, burin e kam me invaliditet, ku do t'i gjej unë ato lek? Prandaj kjo Shqipëri do 2 gjëra, ose balozin e detit të dali se shumë po vuan ky popull, ose një Osman të dali një Osman edhe t'ja u heqi kokat një nga një këtyre se po na varrosin për së gjalli. Kaq kisha zemër. Të uroj shëndet dhe mbarësi. Të përshëndes edhe unë e dashur nga studio.
E kemi thënë që pensionistët janë në fakt kategoria që kanë më shumë nevojë në këtë momente për të mbështetur financiarisht me skema mbështetëse dhe me rritje pensionesh, sepse gjithsa herë kemi telefonata me ta kanë të njëjtat shqetësime që nuk ja dalin dot deri në fund të muajit. Telefonata e radhës, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si sa ajo zonja të bet një Osmane? Po? Do të filloj që nga sala, aman. Pa sa me radhe. Po zoti, s'ka thënë kohë zbjeru fejanale. Aj, miru pafshë. Mirë, kemi mbritur në fund të regjia të telefonatave për mëngjesin e sotëm në koha për të zgjuar. Më konfirmojnë që po, kjo është telefonata e fundit. Faleminderit shumë që në ndoqët, ishte kënaqësi të ndalim të gjitha komunikimet së bashku. Ne do të vijojmë të jemi në transmetim pas pak me News 24 fundjavë.